Gjykata e Tiranës ka vendosur të zbusë masën e sigurisë për 2 prej 3 të arrestuarve për shpërthimin me lëndë eksplozive në një restoran në Kamës, ngjarje që shkaktoi dëme të mëdha materiale dhe ngriti dyshime për prapavi kriminale. Ish efektivi i forcave operacionale Jeton Lami ka lënë qëllim për të transferuar në arrest shtëpie, ndërsa Florian Domi është liruar kundrejt një garancie pasurore prej 6 milion lekësh. Në qëllim mbetet i vetëm Flogert Mezhika, për të cilin gjykata e la në masën arrest me burg. Në kërkim prej rreth një viti, vijon të jetë Ervis Lami, i cili ka edhe një mas tjetër sigurie në mungesë, pasi gjatë një kontrolli në banesën e tij u gjetën disa armë zjarri. Sipas policisë së shtetit, motivi kryesor i vendosjes së tritolit dyshohet të jetë një gjupvënje prej 500.000 eurosh, që autori kishte kërkuar pronarit të godinës Sajmir Sina, i cili kishte refuzuar ta paguante. Hetuesit po punojnë për të zbardhur të gjithë skemën e presionit dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë. Ndërkohë në dosje rikthehet edhe shkuara e Jeton Lamit, i cili u lirua nga burgu në shtator të vitit 2023, pasi ishte dënuar për shpërdorim detyre. Ai dyshohet se ka shoqëruar me makinë Ervis Martinajn përpara zhdukjes së tij në gusht të vitit 2022. Policia dhe prokuroria vijnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e personave që ende ndodhen në arrati.